Mirë, do të flasim sot për shëndetësi, do të flasim për mungesën e vitaminës D, pasi edhe pse Shqipëria rënditet ndër vendet me dritë dhe ditë me diell më shumë në Europë, mungesa e vitaminës D mbetet një dukuri e përhapur në popullat, jo vetëm tek të moshuarit, por edhe tek të rinjt, fëmijët dhe personat të moshë aktive. Analizat shpesh tregojnë nivelet të ulta të kësaj vitamine kaq të rëndësishme për kockat, muskujt dhe sistemin imunitar. Por pse ndodh kjo në një vend me kaq shumë diell, cilët janë më të rrezikuarit dhe si mund të parandalohet? Kam kënaqësinë këtë mëngjes të diskutojmë në studio me doktor Bektash Mandrin. Mirëmëngjes, faleminderit doktor. Mirëmëngjes. Kënaqësi që jemi bashkë për të folur për këtë temë, në fakt që besoj edhe ju keni shumë pyetje sepse në gjithë këtë le të themi dukuri apo problematikë është që duket se ka një interes nga ne qytetarët për të mësuar më shumë, janë më afër dhe ndoshta kjo do ta ndihmojë, si thua, pak edhe më shumë për të marrë informacionet e duhura dhe për ta trajtuar. Megjithatë, pikë së pari, si është e mundur që në një vend si Shqipëria, siç e thash edhe më herët, me kaq shumë ditë me diell ka një mungesë të theksuar të vitaminës D? Pse është kjo dukuri prezente? E para që të marrim nivelet maksimale ose nivelet optimale të vitaminës D nga organizmi, ne duhet të ekspozohemi në diell. Por që të ekspozohemi në diell nuk varet vetëm që të ketë diell, por varet edhe nga ndotja atmosferike. Në vendet me smog, ku smogu është në nivelet larta, realisht Tirana futet në vendet me situacione të tilla. Niveli i rrezatimit i rrezeve ultraviolet, janë rrezet me gjatësi valet 235 dhe 350 nanometër, këto janë ato që përkthejnë ose kalojnë në lëkurën e organizmit dhe nëpërmjet veprimit të tyre shndrojnë vitaminën D ose na prodhojnë vitaminën D në organizëm. Përveç saj, nëse qielli ka re, prap ulet niveli i dozës që ne marrim, nëse ne udhtojmë shpesh, siç kemi me mjete, me makina, xhamat e përthyn këtë lloj rrezatimi dhe ne nuk mund ta marrim. Qëndrimi i fëmijëve në ambientet ose në institucione të mbyllura, qëndrimi në kopshte, qerdhe, në shkolla, në orare të zgjatura, në kurse i çojnë prindrit masdite, domethënë mos dalja në ambiente të hapura, bën gjithmonë që ky fenomen bëhet të thellohet gjithnjë më tepër. Por thellimi i vitaminës D në organizëm ka filluar pas pandemisë ose pas 2020-s. Atëherë është theksuar më shumë. Atëherë është theksuar dhe ju pak më përpara më tha që ka një studim ku janë marrë rreth 500 pacientë si një grup moshe caktuar. Unë po jo them që mund të kemë bot 3000 analiza nga 2020 akte dhe mund të kemë dalë 1 ose 2 që kapin minimumin e vitaminës. Gjithë ato janë në insuficiencë dhe insuficiencë e theksuar, e frikshme. Madje kam kap fëmijë në 3 vjeç që e kam pas 0.3% vitaminën D në analizën që është bë. Më kanë ardhur me dhimbje kockash, me vështirësi në lëvizje, sepse janë problematika që jep mungesa e vitaminës për të reflektuara, dhe një fëmijë 3 vjeç që tankon që më dhëmin kockat. Me thënë është shenjë alarmante dhe mendoj që përveç faktorëve atmosferik që u thash më sipër dhe kushteve sociale që ne i kemi krijuar, kanë ndikuar edhe COVID-19 kanë përshtypjen që ka modifikuar pak mënyrën e sintezës prodhimit të vitaminës D në organizëm. Ka dëmtuar, sepse ne nuk e kemi patur këtë problem kaq alarmant në vitet më herët, para pandemisë. Kemi patur raste, po jo të kësaj natyre, dhe jo kaq të shpeshta. Domethënë nëse bën 10, nëse çon 10 pacientë në ditë, të garantoj që 10 dalin gjithë me mungesë. Dhe duken që nga pamja, domethënë mjafton që kosh, domethënë një mjek klinicist i stërvitur, vetëm nga pamja fytyrës si kupton që kanë deficiencë të vitaminës D. Po kjo shikohet në gjitha grup moshat. Shpeshherë edhe në rrugë ose në autobus ose në ndonjë qendër tregtare ndaloj dhe i them nonave që kujdes, bëj analizën e vitaminës D kalamajve. Sepse në fakt edhe për çështjet mentalitetit, por edhe historiku, le të themi të më parshëm, kanë qenë kryesisht një kategoria e moshës së tretë ku evidentohej, le të themi, më shumë mungesa e vitaminës D. Po për shkak të ndryshimeve dhe ndikimeve që u përmendët, do duhet pasur kujdes dhe vërejtur fëmijët ndoshta që herët për ta kapur në kohë. Besoj kjo është e rëndësishme. Absolutisht po. Shiko, ne kemi një standard që e përdorim në pediatri. Domethënë fëmijët që deri nga viti i 3 ne u japim 400 unitet në ditë vitaminë D. Domethënë me pika është jashtëzakonisht e mirë asimilueshme.
nga mosha 3 vjeç e lartë, nuk mund t'jepet vitamina D, më thënë si dozë mbajtëse, por gjithmonë duhet bërë egzaminimi, sepse vitamina D nuk është si vitaminat e tjera thjesht, ose që mund ta marrim thjesht si suplement, madje një këshill është për prindrit që kur mos ta marrin vitamina D pa rekomandimin e mjekut. Vitamina D duhet marret me rekomandimin e mjekut dhe dozimin duhet ta bëjë mjeku, sepse edhe dozimi nuk është i lehtë. Se marrja e dozave të larta të vitaminës D na jep efektin e kundërt të asaj që ne duam të marrim. Çfarë ndodh? Intoksikacionet nga vitamina D janë shumë të rralla. Megjithatë, pengon thithjen e kalciumit dhe të fosforit. Shikon, vitamina D është një vitamin që tretet në yndyrna ose liposolubile. Ne kemi 2 lloje të vitaminash, kemi D2-shin dhe D3-shin, po D3-shin përfithet shumë me vështirësi nga organizmi. Po, dhe në fakt kjo është ajo që sugjerohet më shumë, nëse do ta lidhnim edhe me atë se çfarë shikojmë në rrjetet sociale, ata që ndonjëherë pa dashur dhe vetë nuk janë të vetëdijshëm për çfarë u ofrojnë, le të themi, nga njëra anë qytetarëve. Atëherë, shiko, ka vendet komunitetit evropian dhe në Amerikë një pjesë e mirë ushqimeve duke filluar nga qumshti, produktet të bazë, pasurohet me vitamin, po kryesisht kjo është vitamin D, dhe shumë pak e përdorshme nga organizmi. Është D3-shi ai që i nevojitet organizmit dhe është D3-shi ai që kryen gjitha funksionet në organizëm. Vitamina D nuk është thjesht një vitamin, po është një prehormon. Së bashku me parathormonin, ndikon në thithjen e kalciumit dhe të fosforit në intestin ose në zorët e holla. Rezultati kësaj thithje, jo vetëm në zorët e holla, por ai bëhet rithithja e kalciumit dhe fosforit edhe në veshka, pasi bëhet i herë filtrimi në tubelat renal. Si rezultat, ne këtë kalcium dhe fosfor do të marrim dhe do të fiksohet në kocka, duke majtë kalciumin serik në gjak në parametra normale, ky do të furnizoj kockat dhe do të bëhet ai që quhet formatimi i skeletit të organizmit. Në mungesë vitaminës D, ata që e kanë të theksuara ose ata që janë në insuficiencë, kanë dhimbje kyçesh, dhimbje kockash, dhimbje muskulare, ngërçe muskulare, që këto janë pothuajse të vazhdueshme, edhe si simptoma, edhe si shenjë klinike. Lodhja është gjithmonë e pranishme te këto pacientë që kanë një mungesë të vitaminës D. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne vitaminën D ta kemi gjithmonë të pranishëm në parametrat normale, si normë. Cilat janë parametrat normale? Nga 30 deri 100 nanogram për mililitër është norma. Pra 30 hyn tek normalja. Po futet, domethënë, po të kapësh 30 jemi në rregull, domethënë 30 është vlera minimale e mundshme që na mundson që skeleti jon të ketë parametrat normale ose të formatohet, të ketë një rritje i zhvillim normal, të mos ketë ndërsa në moshat e treta, të mos humb kompaktisitetin, sepse moshat e treta në mungesë vitaminës D vuajnë nga osteoporoza ose osteomalacia. Osteoporoza është një lloj ku kocka bëhet si sfungjer dhe këto pacientë në rast se rrëzohen, kockat e tyre nuk thyhen, po thërmohen dhe janë praktikisht të pariparueshme më. Ndërsa osteomalacia është një lloj diagnoze që s'bëhet zbutja e kockave. Dhe këto janë që të dyja janë diagnoza shumë të vështira. Domethënë ka studime të ndryshme për marrjen e vitaminës D, domethënë në doza edhe në moshat e treta ta kenë si dozë mbajtëse, por unë gjithmonë kam ngul që vitamina D duhet marrë referuar ekzaminimit. Duhet bëjmë ekzaminim. Kjo është thelbësore për gjithë ata që po na ndihmojnë. Duke qenë se është bërë kaq komerciale, mund ta themi doktor. Komercialiteti është tjetër gjë, por mjekimi janë dy gjëra krejt të ndryshme dhe dy gjëra që bëjnë një diferencë jashtëzakonisht madhe, bëjnë një diferencë cilësore në jetën dhe në mjekimin e një personi. Ka mundësi, duke qenë se po flasim për çështje, e ktheva pak bisedën te pjesa e komercializimit. Ka vitamin D në Shqipëri të mirë, nëse natyrisht me sugjerimet e papërmendur marka, padyshim me sugjerimet e mjekëve specialistë, sepse shpeshherë diskutojmë janë apo nuk janë të mira medikamentet, suplementet, çfarë po marrin, janë të shqetësuar pas here, por gjithsesi për ta kuptuar pak më mirë, mos të jemi konfuz në këtë aspekt. Nga ana komerciale janë me 10 lloj vitamina marka që qarkullojnë në Shqipëri. Ose si ta identifikojmë ne për ta bërë më praktike, si ta kuptojmë ne? Apo duhet të drejtojmë gjithmonë mjekut mos ta marrin vetë për sigurt këtë çështje? Mjeku e di eficiencën, sepse një mjek që të mjekon pret dhe feedbackun e saj.
Patjetër. Pacienti do të rikthehet. Unë momentin që jepet vitamina D, kur mbaroj kjo dozë që i kam dhënë, unë i kërkoj dhe i herë analizat për ta parë se ku ishim dhe ku jemi. Dhe kush është eficient. Dhe si do të jemi, mund të kërkoj shtim doze, mund të kërkoj ulje doze, mund të kërkoj një dozë mbajtëse. Në momentin që jemi në standard që kërkojmë një dozë mbajtëse, atëherë pacienti është i ekuilibruar, është stabil. Dhe në këtë moment ka kalu gjitha rrezikshmëritë e dëmtimit të organizmit. E qartë. Duke qenë se po marrim të mbetemi pak tek marrja e vitaminës D, vjen kryesisht përgjithsisht nga eksperienca juaj me stinën, është më domosdoshme në dimër për marrja, sa ndikojnë plazhi nga ana tjetër? Shiko, ekspozimin në plazh duhet bëhet nga ora 8 deri nga ora 3 masdite. Kjo është ora ku rrezet ultraviolet të cilat u thash janë në sasinë më të madhe të mundshme. Por kjo nuk do të thotë që ne të rrim gjithë ditën në plazh dhe të si mund ta marrim më mirë është çështja. Shiko, po ekspozove nga 5 deri në 30 minuta. Domethënë ti je me rroba banje, ke marrë gjithë sasinë e nevojshme të vitaminës D që i duhet organizmit. Dhe është mos e mjaftueshme. Por ne përdorim edhe diçka tjetër. Në vitet e fundit përdorim kremra me faktor të lartë mbrojtës. Duhet ta dinë që kremrat me faktor të lartë mbrojtës, sa më i lartë jetë faktori mbrojtës i lëkurës, aq më e vështirë kanë rrezet ultraviolet që të deportojnë në lëkurën tonë. Pra, ne bëjmë një pengesë natyrale. Ne Zoti na ka dhënë të parit ose shikimin dhe nëpërmjet shikimit truri ose sasisë së dritës që vjen në sy, truri merr informacionin për sasinë e mbrojtjes që duhet ta mbrojë lëkurën. Ne para viteve 90 pothuajse nuk kemi përdor asnjëherë kremra mbrojtës në lëkurë. Megjithatë asnjëherë nuk kemi djeg. Ndërsa tani shikoj se sa më shumë përdoren kremra, aq më shumë digjen njerëzit dhe aq më shumë problematika kanë. Por duhet kemi edhe gjë tjetër në organizëm. Përmbajtja e kremrave që ne përdorim, brenda 30 minutash, gjithë përbërja e tyre kalon në qarkullimin e gjakut. Dhe si duhet ta dimë që përbërjet e kremave nuk janë ashtë mira për organizmin. Madje baza e pothuajse gjithë kremrave është merkuri. Se njerëzit po ulërasin për një sasi jashtëzakonisht vogël që ka vaksina e MMR-s dhe nuk po bëjnë MMR-n se dëmton fëmijët. Ndërkohë që marrin në këtë lloj forme një sasi kaq të lartë. Sasia e merkurit që marrin në kremrave është 10 herë, 100 herë më e madhe se sa doza një vaksine. Dhe janë prindër që vetë janë vaksinuar dhe nuk janë autik, ndërsa fëmijët i privojnë nga kjo, por duke i privuar fëmijët, ata mund t'i dënojnë me vdekje. Sa mirë që e preki këtë çështje, profesor, unë në fakt shpeshherë jam përpjekur edhe me mjekë të tjerë pediatrë që i kam pasur në studio ta diskutoj, po e vështirë pak për të ndërhyrë në mentalitetin e prindërve, duke se ka marrë një valë mendimesh, kanë hyrë në një rreth vicioz, natyrisht që është dhe ankthi, paniku, pasiguria që kanë dhe ata si prindër për t'i vaksinuar fëmijët, por shkencërisht ne do duhet ta ritheksojmë shpesh herë që nuk ka asgjë të vërtetuar që tregon se fëmijët që marrin këtë vaksinën e fruthit mund të shkaktojë çrregullim të spektrit të autizmit. Nuk ka asnjë të dhënë shkencore deri më sot që të na vërtetojë që vaksina e MMR-s na shkakton autizmin. Autizmi, sipas studimeve që kam bërë personalisht, autizmi është i lindur, nuk është i fituar në jetë. Domethënë është një moment që truri për një arsye ose një tjetër e ndërpret zhvillimin e tyre, ieri fillon përsëri, po se çfarë na kalon mangut, atë nuk arrim ta kuptojmë. Këtë do ta kuptojmë tek pacientët sepse jo gjithë autikët kanë të njëjtën pikpamje klinike ose të njëjtët shfaqje sjellje në bashkëta kanë dhe janë të bravo, kanë dhe të ëndër. Megjithatë, kur flasim për autikët, duhet i kemi nëse prindrit janë të kujdesshëm dhe shikojnë gjejnë prirje në një autiku, ai mund të arrijë normat maksimale të mundshme në atë profesion. Por problemi është, a kanë durim prindrit që të arrijnë të studiojnë dhe të gjejnë prirjet e fëmijës tyre? Gjithë ky është sekreti. Vaksina e MMR-s është bërë që nga vitet 60. Shiko, fruthi ka qenë një epidemi që në çdo 3-4 vjet në Shqipëri kishte epidemi që smureshin nga 200-300.000 veta. Por me bërjen e dozave masive, që janë bëj herë 700.000 dhe i herë 900.000 doza diku në vitet 70, atëherë është të shkëput përfundimisht fruthi nga Shqipëria. Fruthi është një smundje infektive me kontagiozitet shumë të lartë, gati 15 herë më të lartë se sa gripet e zakonshme.
Dhe ka një klinikë jashtëzakonisht të rëndë. Ka një klinikë jashtëzakonisht të rëndë. Jashtëzakonisht shumë date. Po mund të jenë fatale, sidomos për fëmijët e vitit parë tjetës. Patjetër. Për të kthyer sërish tek vitamina D, ajo se çfarë po lexoja te ky studim që në fakt ishte bërë nga 5 mjek shqiptar, vjeshe re që në zonat populluara, siç është Tirana, kishte një diferencë shumë të madhe që natyrisht e justifikon dhe me atë që ju thatë pak më parë, krahasuar me zonat rurale ku ndoshta janë më shumë ka më pak ndotje, janë ndoshta më të ekspozuar ndaj natyrës, ka më shumë gjelbërim. Besoj është një faktor që ndikon drejt për drejt. Shiko, Tirana futet ke vendet e ndotura. Dhe kur thash ke vendet e ndotura, ne llogarisim që shumë të ndotura, ndoshta ndotura është pak për të. Dhe ju thash që sa më ndotur tjetë atmosfera, aq më pak rrezë ultraviolet kalojnë dhe si rezultat aq më pak vitamin D prodhohet. Përpos që ne jeta sociale në kryeqytet ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë në 2 dekadat e fundit. Fëmijët ose familjet shqiptare janë 90% të kohës në ambientet mbyllura. Në me thënë nuk kanë as 10% kohës që ato t'jenë në natyrë. Dhe është qëndrimi në natyrë ai që të mundëson që vitamina D të arrije parametrat normale. Ndërsa nëse qëndron në hije nuk mund ta marrësh kurrë sasinë e vitaminës D ose prapa xhamit. Përthyhen rrezet ultraviolet, nuk kalojnë dot në organizëm. Marrja e vitaminës shpeshherë sugjerohet me suplemente të tjera për këtë çështjen e përthithjes që ju e përmendët pak më parë, por gjithsesi mbetet ende shumë konfuze për ne si qytetarë, ndoshta për ta kuptuar pak. Shiko, vitamina D merret e pastër, s'ka nevojë që të merret me suplemente tjera që të thithet. Ne dozojmë në unitet, madje mirë është që edhe një grua shtatzan në 3 mujorin e parë të marrë rreth 400 unitet në ditë. Por 400 unitet në ditë duhet t'i marri edhe një nënë që ka fëmijë në gji, ose që ne e quajmë në laktacion, që edhe fëmija të marri sasinë, sepse qumshi nënës ka përqindje përmbajtjet vitaminës D, në me thënë, sepse nuk përmenem. Produkte që përmbajnë vitaminën D janë qumshti nënës që bebet ushqehen, janë qumshti i baktive, janë e verdha vezës, salmoni ose peshku, sardelet kanë goxha vitamin D, kanë këpurdhat që rriten në natyrë, jo këpurdhat që prodhohen të kultivuara. Dhe janë disa produkte që... Që po t'jemi të kujdesshëm. Po t'jesh i kujdesshëm. Me një dietë ushqimore mund të mbahet disa kontroll? Absolutisht po. Pra mund të arrihet në nivele nëse merret seriozisht, ndjek një dietë? S'është nevojë të ndjek, mjafton ti marrësh të ushqime normalisht dhe ti je i mbrojtur nga mungesa ose nga deficienca e vitaminës D. Sepse në mungesë të vitaminës D, kalciumi dhe fosfori nuk thithet në zorë. Por mos thithja e kalciumit dhe fosforit formon një kalcifosfat që është i patërheqëm dhe i pasorbueshëm nga organizmi. Dhe si rezultat, organizmi pacienti do të ankohet për dhimbje kockash, dhimbje kyçesh, ngërçe muskulare, por kur pacienti paraqesi këto ankesa, gjendja është rënduar shumë. Kështu që mirë është të parandalojmë. Mirë është që ta parandalojmë, gjithmonë ta parandalojmë. Parandalimi është më mirë se sa një mjekim. Doktor, dhe së fundmi, duke qenë se përmendëm pak edhe stilin e jetesës, natyrisht që ajo ka ndikimin e vet, ju e thatë pjesa e ushqimeve, shumë kollaje dhe shumë gjendet se si dhe çfarë duhet marrim, mbi pesha sa ndikon në këtë rast. Duke qenë se ishte përmendur edhe në këtë studim që tem obeziteti realisht pengon pak përthithjen rrezatimit dhe si rezultat edhe mënyrë përdorimin e vitaminës D. Prandaj personat obez, shiko, obeziteti është smundje. Është smundje dhe nuk ndikon vetëm në uljen e përqindjes. Ndikon në shumë aspekte. Po ndikon në çdo aspekt të jetës së organizmit. Ndikon në rritjen e yndyrnave, ka vështirësi nga më të ndryshmet në jetën e përditshme. Obeziteti është konsiderohet si smundja e shekullit. Dhe realisht ne këtu duhet synojmë që njerëzit mos kalojnë obezitet dhe pastaj të drejtohen klinikave shtetërore apo private, jo duke vendos proteza në stomak, që gjitha realisht janë që të gjitha të dëmshme. Japonezët kanë një shprehje shumë të këndshme për të. Me ju ankur dikuj që jam shumë i shëndetshëm, më shumë e thjeshtë, andej nga vjen, andej dhe ikën. Ull dozën e kalorazhit dhe shumë e lehtë që t'ullësh obezitetin. Në një farë mënyre thjesht çështje vullneti është. Çështje vullneti, patjetër që është vullneti. Doktor, falenderoj shumë për gjithçka ndatë me ne. Urojmë të kemi informuar sa më shumë qytetar.
parandalimi është më rëndësishmja, pse jo? Megjithatë, mos më mbesi edhe kjo pyetje. Ka raste që mund të trajtohet për gjatë gjithë jetës me vitaminë D? Ka ndonjë problematik, le të themi, kur nuk flasim këtu për mbipërdorim, pra për të kaluar dozën, por ka ndonjë pasojë në rastet se është i nevojshëm për ta marrë për periudha të gjata për gjatë vitit? Nuk përbën asnjë problem. Unë ju thash, fëmijët deri në vitin e tretë ne i japim, kemi si dozë mbajtëse Që nuk ka pasojë, mjafton që të merret në vetë. Mjafton të merret sasia e duhur, mjafton që dozën ta japi mjeku dhe mos e marrësh vetë. E qartë. Shumë faleminderit, doktor. Ditë të mbarë. Faleminderit për ftesën. Për gjitha informacionet, besoj kemi informuar shumë qytetarë. Shpresoj që fjalët që kemi thënë të ndigjojë ai kontingjenti i popullatës që marrin vendime edhe për pasardhësit e tyre. Patjetër. Faleminderit edhe një herë.